Si çdo herë për shkak të angazhimit të qenit i peshkët në një diocezë që përfshin një territor të varfër dhe të shpopulluar, veçanërisht në këtë ditë përgatitje për Pashkë, kam hasur në shumë situata varfëria dhe mirimi ekonomik dhe njerëzor, që shpesh u ikën reflektorëve të mediave, madje edhe vetë kujdesi tonë fetar nganjëherë, duke qenë se ndos shpesh që ne të kujdesemi më shumë për pompozitetin e kremtimeve tona, sesa për jetën e njerëzve. Nuk e fshem se jo rrallëherë më kap një farë trishtimi, dhe fjalët e mia, të cilat pretendojnë të sjellin fjalën e Zotit, i shoh të pafuqishme përballë shumë situatave dhembjeje e vuajtjeje, që nganjëherë e tejkalojnë imagjinatën tonë. E pyes veten se çfarë mund të them unë gjatë këtyre ditëve. A thua kanë vlerë fjalët e mia përballë dhembjes dhe vuajtjes së shumë njerëzve, qofshin këto fizike, shpirtore apo dhe morale? Ndërkohë që çdo kush në bashkësitë tona mundohet të kapë një audiencë sa më të madhe në mediat sociale për të reklamuar gjërat e shenjta, në shumë familje, në fshatra, por edhe në zona urbane, konsumohen situata të kalcifikuara dhembje dhe vuajtje. Jam i sigurt, ama se Zoti më shumë se kudo është aty, shpesh herë i heshtur, e do të thoja gati i pafuqishëm për të ndryshuar diçka jashtë jetës së këtyre personave, për faktin e thjeshtë se këtë mision ai na ka lënë ne. Ky ndryshon zemrat tona, dhe ne mundemi dhe duhet të ndryshojmë realitetin tonë. Prandaj, të bësh një urim për Pashkë është një përgjegjësi e madhe, pasi rrezikojmë të bijmë në klishet e zakonshme, në fjalët që përdoren për çdo herë, por që gjithnjëherë më shumë e largojnë në një farë mënyre festën nga jeta shumë njerëzve. Nëse Krishti, me vdekjen e tij e mundi vdekjen, sikurse thotë një himn i vjetër i Pashkës që këndohet në këtë ditë, na ka lënë ne që me angazhimin tonë të bëhemi Pashkë për të tjerë, sidomos për ata që janë në vargojt e padrejtësisë, të dhunës, të luftës e të situatave të rënduara ekzistenciale. Nuk ka kuptim, të dashur miq, të urosh Pashkën, nëse nuk bësh Pashkë ti vetë. Por që të bësh Pashkë, duhet të bësh në parë kryq, të zbresësh në varr, e prej aty të kumtosh lajmin e mirë të jetës që shpërthen nga nata e Pashkës. Vetëm kështu, duke zbritur në varret e hapura të shumë situatave shoqërore dhe shpirtërore, mund të bëhesh lajmëtar i një dite të re. Këtë vit, Pashkët kanë qelluar në të njëjtën ditë për të gjithë të krishterët, katolik, ortodoks dhe ungjillor. Është një rast i bukur që të kremtojmë dhe të gëzohemi të gjithë një zemre, edhe pse secili në bashkësinë e veta. Le të jemi ne më së pari Pashkë në jetën tonë, e kështu të kumtojmë ditën pa mbarim të fitores së Krishtit mbi vdekjen. Sigurisht që gjithë kjo do të ndodhë në liturgjinë dhe shërbesat që do të bëjmë nëpër kishat tona. Por këtë ne duhet ta bërtasim me të madhe nëpër rrugë dhe në situatat e njerëzve të çdo dite. Në veçantitë atyre që për një arsye a një tjetër gjenden në kryq, janë në varret e vuajtjes dhe të mirimit për shkak të luftës, ngasive, inatit dhe zemrimit. Vetëm kështu do të kemi kremtuar me të vërtetë Pashkë. Të dashur miq të krishterë, katolik, ortodoks, ungjillor, ju uroj të gjithëve Pashkët me shprehjen e vjetër të krishterëve. Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall. Gëzuar Pashkë.